në krejt këto tema? Natyrisht që i përcjeli, po në mendoj që Shqipëria do të mi zgjedh problemet e veta, na si vllazën që jemi me ta, do të milon ata me gjetë rrugën e vetë. E kom edhe mendimin tem për këtë ato çka po ndodh në Shqipëri, po ajo është për momentin i parancishëm, për shkak se unë jam më shumë i ngarkuar qysh qytetarit ton me abona më mirë. Nuk ka logjik një kosovar me shku me protestu në Shqipëni, e këtu e kem situatën lëmë, kur unë i pëtejmë protesta nuk vinë këto. Leti vllaznit tanë kudo që janë, jo është në Shqipëni, po edhe në Malzi, edhe unë jam për shembull kom lidhje edhe me Ulqin, edhe me Preshev, me Dveq Bujanovc. Aty ka pas protestat shqiptare. Aty gjithmonë ju thamë, çka keni nevojë për neve, na është mirë me ju ndihmu, po mos më u përzim punët e juaj, se ju e dini më mirë punët e juaja, juve shtregoni që me që ato kapacitetet vogla që i kem qysh me ndihmu, natyrisht jem pak ma shumë, që mundin edhe ju neve me në animu, me në dhonë një ide, një të misardhën, po se cili duhet mi zgjedh problemet e veta, mi zgjidh problemet e veta, edhe me lyp ndihmën aq sa e lejon situata. Me dëmtu, me këtë mesazh. Nuk ka logjik, na më marr me protesta Shqipëni,